Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat e martesës, më konkretisht tash ka pjesa e fundit jemi duke folur në lidhje me dispozitat që kanë të bëjnë me shkurorizimin dhe pothuajse jemi ardhur në fund të këtyre dispozitave. Ajo që do të flasim sot është çështja e kujdestarisë së fëmijëve, edhe pse vazhdimisht potencojmë dhe përsëritim se realisht njeriu kur martohet, krijon familje, realisht duhet me him me njetë të mirë të pastërt që me ndërtu për një me familje që thjesht me qu mirë si burr dhe gru, që thjesht kur të vinë dhe fëmija me arë një atmosferë të ngratë edhe të lumtur, e kurse se në një shtëpi të kontaminuar ku ka vazhdimisht grindje dhe përlarje, e që ndonjëherë edhe ndoshta nuk mundet me shku gjatë ashtot, e duhet me edhe munda. E ndarja është në dy forma, ndarja e cila nuk ka fëmijë është pak më e lehtë, e ndarja e cila lën edhe fëmijë pas saj, e që realisht këto është çështja më e komplikuar, se është më e dhimbshme jo vetëm për çiftin si çift, se ndoshta ata dohen e rahatohen në gjeti dikon tjetër, mirë po ata të cilët më shtiri ndoshta e përjetojnë janë fëmijët e vogël të cilët janë në mes të tyre pa pas ndonjë faj në çështje. Mirë po, si çdo gjë që Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka sqaruar dhe rregulluar, edhe në shariatin tonë, para se marrë të ligjet bashkëkohore që realisht janë vazhdimsi, a mos thëmë ndoshta edhe të janë të vjedhura prej jurisprudencës islame shumë gjëra. Domethënë, Islami e ka trajtuar këtë çështje sa i përket kujdestarisë së fëmisë. Edhe e gjejmë edhe në ajet kuranor, edhe e gjejmë edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e gjejmë konsenzusin e dietarëve që realisht fëmijët nuk duhet me mbet dhe nuk guxojnë me mbet për asnjë moment pa ndonjë kujdestar që do t'i marrim domethënë vazhdim se çfarë kushtesh, kush është më përsori e kështu me radhë. Sa i përket ajetit kuranor, është fjala e Allahut azza wa jall kur fol Allahu për Mërjemen, të cilën prindët e saj, nëna e saj e ishte zotuar se nëse Zoti i lind fëmijë me bë, domethënë si të veçantë me adhuru Allahun azza wa jall në tempullin e shenjtë. Allahu azza wa jall tregon se mbikëqyrjen e saj, kujdestarin mbi të ka marrë Zekeriaja dhe ka thonë wa kaffalaha Zekaria, dhe kujdestarin për sjelljen, mbikëqyrjen e sajna e kishte marrë Zekaria alayhi salatu wassalam, i cili ishte edhe pejgamber. Mirë po, ka ardhur në hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre është ai hadithi asaj gruse e cila ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah,
unë e kam pas një fëmijë që barku im ka qenë mbështjellësi i saj i atij fëmije, xhiri im ka qenë ushqimi i atij fëmije, prehri im ka qenë ngrohtësia e atij fëmije, mirë po burri im më ka lëshu, edhe po don më marr fëmin. E qysh është çështja, si është puna? E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fëmia të ta kanë ty përderisa nuk martohesh. Apo ka ardhur në hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një çift kanë pas problem kështu, edhe thjesht prindi si mashkull ka dashur me e marr, domethënë fëmin, e fëmia nuk ishte i vogël më, po i kishte bërë disa vjet, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sill para vetet e thot, ky është baba jot, e kjo është nona jote, me kën po don me shku. Edhe ai e zgjedh domethënë nonën. Por thjesht është çështje që trajtu thash në shariatin ton, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thash ka konsenzus, ka ixhma që realisht domethënë duhet fëmijët me u përkujdes për ta, edhe nuk guxojnë në asnjë moment me met pa përkujdesje, pavarësisht se çka kanë bërë prindrit, ajo ndoshta ka mundësi me vdek e kështu me radhë. Mirë po, thash ka çështje dhe ka kushte. Se i përket ai i cili që duhet me qenë kujdestar, dietarët kanë qitë kushte. E kushtet e parë kanë thonë është që me kon ai i cili e merr kujdestarin i lirë, mos me kon sklav, mos me kon rob. Qysh ka pas përpara rob, elhamdulillah tash nuk ka, edhe kanë thonë se realisht ai nuk e ka kontroll jetën, pasurinë e vet, se lema me pas domethënë lirin me zgjedhjes për atë që mbetet për kujdesja e tij. Realisht domethënë ai është i angazhuar me obligime ndaj zotnisë së vet, e nuk ka vakt me u merr në dikant tjetër. Kështu që thojnë kushti i parë e atij i cili e merr kujdestarinë e fëmijës është me kon i lirë, edhe pse domethënë kjo është mendimi i shumicës, po ceku zakonisht mendimin e shumicës se ka mospajtime në këto mesele, në rastin konkret domethënë ka dietarë si Ibn Qayyim thotë se nuk ka kusht, edhe nuk gjen argument se ky kusht është patjetër më realizu. Pra e kanë cekë të parën që me qenë i lirë, e kanë cekë fen e kujdestarit, e kanë cekur që duhet me kon domethënë besimtar, edhe pse edhe këto masandej kanë pas dietarët se nëse mbetet kujdestaria te nona, edhe nëse pa besimtare nuk prish punë, me kon baba, domethënë është pak më domethënë mesela është pak më e vështirë dhe më duhet me shtrëngu këtë meselë se zakonisht baba është ai i cili ka mundësi me ndiku edhe me imponu gjërat, në këtë rastin konkret edhe fen, çështjen e kanë cekur domethënë që me kon njeri i mirë, me kon jo mëkatar, mëkate të mëdhaja, se jenë disa mëkate që ta pamundsojnë mi dhon kujdestarin. Runa zot është që merret me narkotika, me substanca narkotike, me droga, të cilët nuk i jepet domethënë fëmija kujdestari, ose runa zot merret me prostitucion, qoftë burrë, qoftë gruaja, nuk i jepet fëmija domethënë në kujdestari, apo runa zot pin alkohol edhe është domethënë i varur për alkoolit, domethënë faktikisht janë mëkate që realisht domethënë e pengojnë, jo çdo mëkat ja është vlerëson apo ja hiq drejtën e kujdestarisë njeriut, se s'ka njeri pa mëkate, gjithnjë mëkatar. Mirë po nëse njeriu ka disa mëkate se e shëndën çdo njeriu pin duhane, ka disa mëkate që zakonisht i bëjnë zarar veç vetit, mirë po është korrekt domethënë në raport me njerëzit, e sidomos kur është fjalë të fëmijët, ndoshta shumë më i kujdesshëm se dikush që vjen në xhami dhe falet 5 kohë namaz. Pra thjesht është fjala kur flasëm me kon i drejtë, me kon i devotshëm, e kem fjalën mos me kon me ato mëkate të mëdha të përlyera që në mënyrë direkte i ndikojnë domethënë në fëmijën dhe domethënë kujdestarin ndaj fëmisë. Kusht tjetër e kanë cekur që domethënë duhet me qenë moshrritur edhe i shëndosh mendërisht, se realisht fëmin nuk e mundet me e këshyrë dhe më kujdes për të, asaj cilin nuk është mirë, domethënë me mend nuk mundet me këshyrë në fëmin, pra duhet me kon edhe më shritur, edhe me kon i shnosh, çështje tjetër e kanë cekur, apo kusht tjetër e kanë cekur që njeriu duhet me pas mundësi me këshyrë, se ka mundësi që është edhe musliman, edhe i rritur, e kështu me radhë, mirë po nuk ka mundësi nga se realisht ka mundësi me kon i verbër të s'mundet mi këshyrë,
ose ka mundësi me qenë i paralizum, e së mundet me këqyr, faktikisht jo pse i kia të kushtet e para, qofse të mungon mundësia për me këqyr, të lejohet më bë kujdestar i fëmijëve, po duhet edhe këtë kusht me kon, thojnë që mos me pasa në smundje, që është runa zot ngjitse, që ka mundësie fëmija që i t'jepen kujdestari më usmue, prej teje, kështu më radhë. Këto janë kushtet që e kanë cekur kujdestari që duhet mi pasa, i cili i jepen kujdestari fëmis. Mirë po kur ndahen burrë dhe gruaja, ku na jesin fëmija, a i mesin burrit a grus. Djetarët, kur kanë folë këtë temë, zakonisht e kanë ndonë në 3 periudha. Periudha kur janë fëmijët e vogël, deri në moshën kur ata i dajlojnë gjërat edhe i kuptojnë gjërat që thojnë na me i folë përgjigjet, mo vesh nështë a veshet vetë, din me hongre vetë, i fakt zakonisht e dojnë këtë moshën kur fillan njeriu me kuptu, fëmija me kuptu. Disa e kanë nda me vjetë, kanë thonë kur t'i bën 7 vjetë, e përpjet është ndryshe, në 7 vjetë është ndryshe. Në qofë se është nën moshën 7 vjeqare, që është i vogël, realisht këto pothuaj se ka konsenzus që realisht i takon nonës, për hadithin që e cekon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur u ardha e gruaja, është ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që burri e kalshue, e po do më marr fëmin, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë se realisht ajo është më meritore, po fëmija të takon ty përderisa nuk martohesh. Në këtë moshë, në parim i takon nonës. Po në rastin konkret nuk ka nonë, i ka dek nona. Qysh tash mas nonës kush e merr? Këtu ka rënditje që e kanë cekur dietarët, e kanë cekur mas nonës e merr gjyshja pej nonës, nona e nonës. E nëse as gjyshe s'kan, kalojnë te baba. E nëse s'ka bab, kalojnë te gjyshja, te gruaja, te nona e babës. E nëse s'ka gjyshe, atëherë kalon te gjyshe, edhe nëse është 4 gjyshja, kalohet te 4 gjyshja. E nëse s'janë këto që quhen, ajo loza e lartë, baba, nona, gjyshe, këta më radhë, faktikisht atër kalohet në aspektin horizontal. Fillohet mas pari pej motrave të burrit, motër pej babes e nonës, motër veç pej babes, motër pej nonës, e mas andin që fësës janë këto, atër kalohet të tezja e kështu më radhë, që i kanë cekur ato detajet. Mirë po, në generale, në këtë moshën 7 vjeqare, pa i ma 7 vjetë, kër është i vogël, djetarët i kanë dhënë përparësi gjinisë femërore, 1, afërsis gjakut, 2, edhe e 3, sa ma afër e ma afër. Qofse është dikush ma afër, nuk kalohet të ai që është ma larg e kështu, ma radhë. Kesa i përket, periudhës së parë, thash pa rrit moshën që kupton apo i bën 7 vjetë. Këtë moshën 7 vjetë e kanë lidhur me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka thonë, kur t'i bën fëmija 7 vjetë, mësone me e falë, urdhërone me e falë. E nëse i bën 10 vjetë, atëherë e s'do më falë, edhe në i flakaresh me dhon s'prish punë. Që të hadithin e marrin si për bazë, që të distancën këtë moshën 7 vjeqare. Edhe pse nuk ka ndonjë argument në këto mesele tjera që trasin konkret, nuk ka ndonjë argument, po thojnë ma tepër më lidh me atë se kur t'i bën fëmija disa vjetë, që kupton e ta kthen përgjigjen, e din që ka bëj fol, e din më veshë me hongër vetë e kështu me radhë, faktikisht e ka arrit atë moshën që ka mundësi me u përgjigje dhe me dhonë përgjigje. E këto e marrë në argument atë hadithin që e ceka më herët, kur kam pas mos pajtime në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një burr dhe një grua, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pruat fëmin se si duket ka qenë pak më në mosh, edhe ka pyet, ka thonë, kjo është baba jot, e kjo është nona jote, thotë cilën po e zgjedh. Edhe ai e ka zgjedhur, nonën e vet, ka qenë djalë, nga se po do me tregu se në mëdhebin Hanbelije
dhe më thonë në moshën 7 vjeçare, thënë vajza automatikisht kalon te baba. Dhe më thonë, ndërsa djali e ka lirinë e zgjedhjes, edhe pse realisht, kur të shoshit meselën e shet që në këtë moshë, edhe djali edhe qika janë njësoj, realisht, dhe më thonë, në qofë se e zgjedhin babën, shkojnë me babën, në qofë se e zgjedhin nonën, shkojnë me nonën. Mirë po, djetarët thojnë, duhet me pas kujdes se kur zgjedhet, mos me zgjedh fëmia pse valla shkon te baba se ka malet, se s'kujdeset për ta, lun, se këqyr ka po del kur po shkon e kështu me radhë, qofse dëmon shkon te nona ka mundësi, domethënë ajo obligon me mësue, obligon se në faktikisht kjo nëse vjen shprehje atëherë domethënë duhet me pas kujdes se mos m'ia dhon. Apo runa zot ja ka dhon një herë babës se ai vetë ka zgjedh babën, apo ja ka dhon nona se ka zgjedh vetë nonën, mirë po mas një kohë e ke pa që realisht fëmijës veç pi përkeqësohet gjendja dhe nuk ka tu që e thojnë na tu përmirësu vetëm tu bë më keq, atëherë ka drejt edhe pse ka zgjedh fëmia, domethënë njërin prej prindërve me kalute prindi tjetër, nga se në parem këto problemet që janë bashkëshortore, na pjecekom disa çështje vija trasha, mirë po realisht këto zakonisht është mirë mos zgjedh me mirë kuptim mes çiftit se ku jetë fëmia, se realisht do të me qitë se cili dobin edhe interesin e fëmijës më përpara se çdo gjë tjetër, mirë po edhe nëse s'mundesh më marrë vesh ata dy, atëherë me kalun gjykatë, edhe gjykata domethënë rrethona të ndryshme, se edhe nëse fëmia përgjini që i thëmë na, po ka mundësi e ka nonën narkotike, edhe faktikisht domethënë as nuk është e martume, asaj nuk i lejet fëmija edhe pse në realisht këtë moshë i takon. Apo kur ti bën 7 vjet, e thash e zgjedh një prind, e zgjedh babën apo nonën, mirë po e zgjedh për çdo arsye që po e cekëm më herët se realisht ka mundësi se e zgjedh se ma let e ke pa nona i rrim pak më gati, baba se ka gale, atëresht domethënë edhe pse e zgjedh fëmia në këtë rast edhe ka lirinë e zgjedhjes, prap domethënë duhet me ndërhyje gjykata që mos me lejuar domethënë mirë po me pa interesin e fëmisë. Edhe çështja e fundit është qoftë se domethënë fëmia i bën moshën madhore, atëherë qika automatikisht kalon te baba, e djali masandej ka lirinë e zgjedhjes se është mashkull, ai mundet me nejt me babën, mundet me nejt me nonën, mundet mu largua për babës dhe për nonës, të zdu me nejt as me ty, as me ato, se realisht faktikisht e ndjen veten se ka rrit një moshë që edhe në shariatikisht obligohet me farze, mirë po edhe ka përgjithësi runa zot nëse bën shkelje dhe i kalon kufit. Pra nëse arrin moshën e pjekurisë, vajza automatikisht kalon te baba, ndërsa domethënë djali zgjedh, don me shku me babën, don me shku me nonën, don me nejt vetën e kështu me radhë. Çështja që ndoshta mbetëm pa e cekë është çështja e nonës, i takon në fillim derisa i bën 7 vjet, automatizëm nonës me shku fëmija, po e kanë kurzu djetarët nëse s'është i martum, se nëse martohet nona, atëherë domethënë ose kalon fëmija te gjyshja, te nona e nonës, e nëse s'ka gjyshe, domethënë kthehet te baba, nga se domethënë më parsor, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se domethënë takon fëmija ty përderisa të martohesh. Ka disa përjashtime, thojnë dietarët nëse domethënë fëmija është vajzë, edhe gruaja u martu, mirë po çaja vajza ka lidhje domethënë gjakut apo nga çumshti me qatë burrin e nonës, këtë rastin konkret, që realisht jenë mahrem njëri tjetrit, domethënë atëherë nuk prish punë nëse burri domethënë nuk insiston që me e marë domethënë kujdestarinë, edhe pse martohen në këtë rast s'prish punë domethënë me mbet domethënë fëmija me nonën edhe nëse është martu. Mesele tjetër që e kanë cekur dietarët sa i përket çështjes së kujdestarisë është, po nëse ata kanë që jetun një vend, jenë do tash secili fatin e vet. Bak janë njëri jetën këto, njëri shkon tjetër kon e kështu me radhë, atëherë dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme, domethënë për i cekun veç në mënyrë përgjithshme, edhe disa janë domethënë që ka konsenzus në to, për shembull 2 burrë gru kanë jetuar në Mitrovic. Situata ka ardhur 2 kanë dalë në Gërbet, 2 janë në jetën shtet, domethënë në Gjermani ose në Zvicër. Faktikisht
atër jetë që shukon puna. Qofse kon me nonën, jetë me nonën, qofse kon me babën, jetë me babën, se nuk ndryshon në raporti, nga se realisht, dy të janë shku në njëjtin vend, dy të kanë udhëtu në njëjtin vend. Këta janë konë Mitrovic, kanë shku dy të Menhen ose dy të kanë shku në Sëri, që aty janë afër, edhe faktikisht nuk ndryshon gjendja që ka qenë me para. Qofse ka qenë me nonën, jetë me nonën, qofse ka qenë me babën, jetë me babën. Kjo është meselja e para, po çështja e parë. Çështja e dytë e kanë cekur dietarët, se nëse shkojnë një udhëtim i cili nuk është shumë i gjatë. Shariatin tonë zakonisht udhëtimin e dojnë, udhëtimin në cilin shkurtohet namazi edhe udhëtimin në cilin nuk shkurtohet namazi. Te udhëtimi që shkurtohet namazi, shumica mëdhëbeve përkufizojnë me kilometra 80 plus minus, 80 kilometra plus minus, që i bie që nëse gruaja ose burri shkojnë dikon ndrojnë vend, ma pak se 80 kilometra që realisht nuk e marrin hyçmin dispozitën e musafirit, atëherë thot prap nuk ndryshon gjendja, nga se janë afër njëri tjetrit, edhe apet nuk ndryshon kjo punë me cilën ka qenë që aty jetë fëmia, nëse me nonën ka mjet me nonën, nëse me babën ka mjet me babën, nga se kanë mundësi edhe pse është tani një prind, me shku edhe me e vizitu një, prindi tjetër. Kjo është e dyta. Çështja e tretë që e kanë cekur dietarët është çështja me udhëtu në një vend ku është rrezik me udhëtu. Runa Zot ka vatrat luftës, edhe një prind i ka kujdesarin me fëmijëve edhe me rrugë për çatje. Faktikisht ku na jesën fëmia, pothuajse ka konsenzus se jesën fëmia ku është vendi më i sigurt. Edhe në qofë se realisht, e ka fitu, kujdesarin një pej prindrëve, mirë po dënë me shku një vend ku është vatër e krizave që është rrezik për fëmijët, atër fëmijët nalen qatë vendin ku janë edhe nuk i lejojnë ati kujdesare, mirë po automatikisht pe ati kujdesare kalojnë në kujdesarin tjetër, në qofë se ka baba të nona, po të nona pe të baba e kështu me radhë. Po në qofë se u thënë edhe shkon e kthehet, shkon haqë, shkon umre, shkon për biznis, e kthehet. Shkon, nona me vllaut vetë, shkon haqë. Fëmin e ka nona. Te kush jetë? Qose ka gjyshën, rregull është gjyshja. Së është gjyshja atër, ka lënë te baba. Apo të kundërtën, qose ka baba, faktikisht u thënë numre, ose shkon për biznis, e lëshon vendin edhe kthehen, faktikisht ka lënë te nona e kështu me radhë. Edhe çështja e fundit që e cekon dietarët është, edhe pse ka edhe detaje më të tjera, është qofse me të vërtetë, ndrojnë adresë burri dhe gruaja, edhe të cilin besin fëmijët, ka prej dietarëve që thojnë faktikisht qofse është këtë moshën e vogël besin me nonën, e ka prej dietarëve që thojnë besin me babën, se realisht ajo se besin me nonën pa u martue, besin me nonën pa u martue në qofse të ne jetun qatë vend, qatë. Se për ndryshe, në qofse dërën aja adres, realisht ndërën puna, edhe në çdo rast tojnë, faktikisht imbesin babës fëmijët. Faktikisht, qofse baba, o thënë, fëmija jesin, vendin ku ka qenë me nonën, në qofse nona o thënë, edhe pse ka pas fëmijët, fëmija jesin, me babën, për me përmbyll këtë mos me zotë, se thash ma tepër këto çështje ka erë dhe janë çështje të gjykatës, po flasë të gjykatës sisteme, në qofse dojna me punu me shariat, jo me, me ligjet tyre, po tyne se në feston, mirë po duhet me ditë se realisht se cili rasti ka specifikat e veta, edhe nuk duhet njeriu me i generalizojmë vetëm ato që kemë argumente të qarta. Kjo e para, e dyta, çështja e kujdesarit gjithmonë duhet me pas, në konsiderat interesin e fëmijëve, ai që është më i dobishëm, ai që fëmija kanë dobi më tepër me çata me dhon përparësi, e jo diçka tjetër, e jo ndoshta edhe pse është i afërt është mëkatar. Edhe e fundit, jo m'ja marru qefin këtyne feministeve, apo pse tash është trend, mirë po në atë që ka argumentet qarta, si në rastin konkret që fëmija jetë me nonën, përderisa nuk martohet në qoftë se fëmija i vogël.
Realisht që ky parim duhet me mbet edhe nuk duhet më u ndru ky vendim pa pas, domethënë, shumë argumente të forta e jo akuza boshe e të fabrikuara. Se nga njëherë edhe neve xhallarë na vinë, po edhe domethënë kolegëve tonë ndonjëherë vinë dhe na pyesin edhe kështu edhe domethënë thjesht e din që fëmija i kanë met në këtë moshë me nonën, edhe ai fillon tash me fol zije tërë që them na për nonën e kështu me radhë, a ndoshta ndonjëherë nuk e din se sjellja e tina, arroganca e tina ka bërë që faktikisht ajo me konë e vrasht me ta, jo pse është ajo e keqe, mirë po thjesht nuk duhet njeriu mu ngut që me i gjyku gjërat kur e dëgjon vetëm njënën palë, që me e ndrun një dispozit që ka ardhur në mënyrë direkte në shariatin tonë, që në rastin konkret fëmija në këtë moshën e re pa u martu nona, parim është me met të nona, edhe ndoshta nuk duhet mu dëgjue ndonjëherë dhe akuza që ka herë dina me i dëgjue dhe me i bëhe, domethënë në karshinën e tjetrit, e që realisht kur i shëshit, e shet që nuk janë që ashtot, mirë po është në pyetje vetëm interesi e asgjë më tepër. Ne lusim Allahun azza wa jall që të na i përmirëson gjendjen tonë, të marrsoj gjendjen e familjeve tona, që të pakson numrin e shkurrizimeve, se me të vërtet janë bërë çështje alarmante, domethënë sidomos shoqëritë tona nuk ka qenë tradit këto punë, mirë po këto janë vetëm si pasoja të asyne gjërave që ne jemi të tërheq vretin, se realisht domethënë këto janë të korrat asaj që po e mbjellëm vazhdimisht me shthurjen tonë, me moralitetin tonë, me përdaljen tonë, e atëherë në qoftë se dhe vije deri te domethënë këto shifra drastike të shkurrizimit, mos çuditem se realisht qësa jemi të i pri. E kur po thojmë ne që keni kujdes vëllezër të nderuar, bëhuni musliman të devotshëm, bëhu muslimane e ndershme, o ti prind, në qoftë se të vjen dikush që është fetar e i ndershëm me ta lip qiken, marto, o ti djalë cili po do marto, mos e këshir pasunin, e mos e këshir bukurin, e mos e këshir familjen, autoritetin, po këshirja fen, domethënë e ndershmërinë që se gruaje, edhe realisht mas se që të martoheni, keni kujdes se cili keni obligimet dhe drejtet e juaja, edhe burri nuk do të më bë gru, as burri domethënë më bë gruaja më bë burr, e burri më bë gru, po se cili me kry obligimet e veta, me ditë kush është zot shtëpia në shtëpitë vet, edhe thjesht me u mundu që thjesht me përmbajt se cili obligimeve me rujt derën e vet, se për ndryshe dine se pasojat janë të domethënë të gatshme, e thash fatkeqësia më e madhe se këtë mes shpesh din me kon fëmijë të cilët janë viktima të pafajshme, e që i bartin pasojat e domethënë neve të mëdhejve, edhe herë lusim Allahun azza wa jall që të na përmirëson gjendjen tonë, familjeve tona, edhe lusim Allahun azza wa jall që të ruan domethënë rinin tonë, në fëmijët tonë, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.